World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Shamir të Sportit, po fillojmë me emisionin e radhës special që ja kushtojmë në tërësi kampionatit botror të futbollit që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Meksik. Tashmë janë kombëtarët e radhës të cilat kanë arritur kualifikimin në 1/8 e finales, siç bëri mbrëm Franca duke mposhtë Suedin me rezultat 3-0 dhe në bazë të lojës të treguar sigurisht që francezët tashmë me shumë të drejtë mund të konsiderohen favoritët kryesor për ta fituar titullin e kampionit të botës. Sidoqoftë kanë mbetur shumë ndeshje që të zhvillohen. Sonte në program do të jenë 2 takime të tjera, Anglia me Republikën Demokratike të Kongos, që do të fillojë prej orës 18, kurse prej orës 22 Belgjika takohet me Senegalin. Është emisioni i radhës që po e realizojmë drejt për drejt në valjet e Radio Kosovës dhe nëpërmjet faqes tonë zyrtare në Facebook, pra Radio Kosova. Ju të cilët nuk e keni bërë follow, mund ta bëni një gjë të tillë, Radio Kosova në Facebook, dhe mund na shikoni drejt për drejt me panelistët e radhës. Fillimisht dua të falenderoj ekipin realizues të emisionit të sotëm special që ja kushtojmë kampionatit botror. Është producent në emision Faruk Bajrami, organizatori Mzi Mustafa, pjesë e redakcisë së sportit Fatos Preniçi. Falenderojmë Astrid Demakun, Gence Berisha, Driton Bunjaku dhe një ekip të madh të cilët po merren me realizimin e emisionit të sotëm, që ne të kemi një ton të pastër dhe natyrisht të dukemi mirë edhe në pjesën teknike sa i përket Facebookut. Unë jam Edmond Thaçi, një koqiri juaj, do të jemi deri pak para orës 14. Kam nderin që sot do të prezantoj 2 kolegë gazetarë të sportit, ata të cilët sigurisht që mund t'i japin një dinamik më të madhe këtij emisioni, për faktin se gazetarët e sportit janë ata të cilët e përcjellin shumë kampionatin botror dhe sigurisht që ne duke marrë parasysh që mbi supe ka një karrierë të gjatë sportive, andaj po besoj shumë dhe shpresoj që emisioni do të jetë jashtëzakonisht interesant për faktin se tashmë kemi hyrë në atë pjesën, nëse mund të themi kështu, finale të kampionatit botror që do të përmbyllet në 19 korrekt në krahun tim të gjatë. Kam nderin ta prezantoj Besim Kajtazin, gazetarin shumë vjeçar të sportit. Mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi gjithmonë të kemi. Gjithashtu. Besim Kajtazi, një emër i njohur në gazetarinë sportive, kurse në krahun tim të majt, jo më pak i rëndësishëm, padyshim, Alban Lumi, gazetar shumë vjeçar i sportit. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Përshëndetje për ju dhe sigurisht për dëgjuesit e tani themi për shikuesit e juaj këtu në Radio Kosovë. Është kënaqësi me qenë me Sotin Kajtazi këtu dhe sigurisht me ju që kemi ndarë shpesh herë studiot e Radio Kosovës. Tani jemi me një moment finale të futbollit botror, siç e thekët edhe ju, dhe sigurisht është kënaqësi të flasim për aq sa kemi pa dhe aq sa dim. Kjo skenografi bes apo të pëlqen është mundsuar nga Vlera Sport me pronar Faton Paqarada. Mirë është mirë, po duket pak vopër mëna, po çka ti bësh? Është studia improvisuar, enkas vetëm për Radio Kosovën, respektivisht për kampionatin botror të futbollit, edhe një herë të respektuar dëgjues dhe ju që nuk e keni bërë akoma follow Radio Kosovën në Facebook, mund ta bëni një gjë të tillë dhe mund të na shikoni drejt për drejt, sepse na shkruajnë shumë dhe sigurisht na inkurajojnë për punën që jemi duke e bërë. Sigurisht që jemi në atë fazën kur tashmë ka filluar bes të ndohet ai shopi prej sheqerit që thonë ajo fjala ul popullore. Franca është kombëtari i radhës që arrin të kualifikohet në 1/8 e finalit, do të përballet me Paraguayin, sepse Paraguaji e ka lejë Gjermaninë, Holanda e eliminuan nga Maroku, Brazili e eliminoi Japoninë, Meksika mbrëm arriti që të realizojë fitore, kështu që janë këto kombëtarë të cilat kanë arritur tashmë në fazën tjetër të garës. Po për Francën është parashikuar se do të jetë një ndër favoritët e botrorit, gjë edhe na bindin mbrëm kundër Suedis, me një lojë mbizotruese ndaj suedezëve, dhe pse ata u munduan të bëjnë ballë pjesën e parë, mirë po përqendrimi i tyre dikur ose presioni ishte i madh i futbollistëve francezë, kështu që me merit e kaluan këtë fazë, këtë ndeshje me lanuese ndaj Suedisë. Dhe me këtë dëshmuan që janë pretendent kryesor për titullin e botrorit. 2026. Krahas fitores Binse, çka t'la përshtypje kjo ndeshje?
Po angazhimi maksimal ishte i francezëve në çdo minutë, në çdo sekondë deri minutat e fundit vështrimeve të fundit të referit, ata kur nuk u ndalën, duke i bërë presion të vazhdueshëm suedezëve, të cilët në 90 minuta lojë, 97 minuta lojë sa zoti loja, 2-3 raste i patën të krejt ose gjysmë raste të shërimi. Kështu që ja pamundsua në lojën, me të cilën suedezët kanë mujtë befasi, se ka poshtë dhe ata kanë dy sulmues spikatur, siç është ai Jokeresh edhe Isaku, Isak. Mirë po si duket Isaku është totalisht jashtë forme në këtë botëror, e Jokeresh vetë sytë s'u bëj asgjë. Gjë që edhe bëri që ata të shkojnë në shtëpi. Alban, një kampionat botëror me 48 ekipe, të ndara në 12 grupe, më masoviku deri më tani në historitë e kampionateve botërore, apo dele qelluar kjo nga FIFA apo jo? Po besoj që po, për arsye se tani më kemi 32 ekipe që shkuan, domethënë më tej në knockout, dhe domethënë kemi edhe një xhiro më tepër dhe ndeshje më shumë të fazës të eliminimit direkt. Dhe kur janë ndeshjet e eliminimit direkt, gjithmonë adrenalina është më e madhe, shikueshmëria është më e lartë, dhe kjo e bën më të josh edhe vetë lojën e futbollit. Në kalumin kemi pas domethënë 32 ekipe komplet pjesëmarrëse, ndërkaq që më pas ishte një 16 finale se kështu me radhë. Tani më domethënë një 16 është në fazën e ardhshme, dhe kjo po besoj domethënë edhe i ka dhënë mundësi shumë kombëtare, shumë më tepër kombëtare që të marrin pjesë, domethënë nga 32 tani më 48 kombëtare kemi, 16 sosh Evropa apo kontinenti ynë ka përfituar për 3 kombëtare, nuk është që ka përfituar shumë krahasim me kontinente tjera, po megjithatë kontinenti afrikan edhe aziatik ka përfituar më tepër, duke ditë që i kanë pas numra shumë të limituar, duke pas parasysh se vazhdimisht FIFA i ka dhënë rëndësi më shumë kontinentit tonë dhe Amerikës Jugore, duke ditë futbollin e zhvilluar që është atje, po ja që tani më kohënat po ndryshojnë, futbolli po ecë dhe kemi një Maroko i cili eliminon Hollandën e Cruyffit, themi kështu në jargonin ndoshta të futbollit në histori, dhe kush e ka paramenduar para disa vitesh që Maroku mund ta eliminon që në fazën e parë pas grupeve kombëtarën e Holandës. Pastaj Gjermania 4 herë kampioni i botës po eliminohet domethënë kështu në mënyrë befasishme. Janë shumë befasi që i sjell edhe futbolli sonë, po mos harrojmë nëse shkojmë nga Katar 2022, edhe sot nuk kemi shumë ndryshime ndoshta edhe te favoritët, edhe pse ne kemi ka mundur të prognozohet edhe skuadra gjermane apo ajo që ka edhe Holanda apo edhe të tjera, po megjithatë tani kemi prapë një lojë domethënë Marokun, i cili ka qenë gjysmë finalist i botrorit kalum, kemi Francën favorite, kemi Argentina e Mesit pra favorite, ajo që ka zgjenuar ndoshta është Portugalia. Portugalia ka shumë yje në ekip, ndërkaq sikur nuk po don gjenerata më e re me pranun kapitenin e tyre Ronaldo si pikë referente tyre, ndërkaq Argentina është e kundërta. Argentina gjitha loja po shkon rreth Mesit. Po ajo që deshta me fillu biseden për kundër pyetjes juaj, ishte që kolegu Kajtazi i ceku disa elemente tek ndeshja e mbrëmshme, pra Francë-Suedi. I përmendi sigurisht disa pika, po mos harrojmë edhe disa tjera. Suedia i ka dy sulmues shumë të mirë, që pajtona që Isak nuk është në formë dhe për fatin e Kosovës nuk ka qenë në formë edhe përballë nesh. Ai në formë nuk është një vjet gati. Po prej momentit kur prej momentit që ka shkuar në Liverpool dhe paraprakisht u lëndu, ai më nuk ka pas fat, domethënë të jetë ai Isak që ka qenë. Po nuk është vetëm Isak, është mes fusha domethënë e suedisit që ka dëshpëruar, se sulmuesi do të më furnizojë me topa. Aty nuk ishte, ti e pam te Franca, Alise, çfarë goditje, çfarë asistime, pastaj ai Tonament, si e kanë emrin ai ka problem me shqiptimin e emra francez. Tuçameni vizot ai. Tuçameni. E kemi domethënë edhe shumë lojtar tjerë. Tani aty mbreti Real Madridit edhe një herë u tregu Mbappé, që është ndoshta unë besoj që Mbappé ka me kalu ose ka me kap rekordin e pellës sa i përket kampionateve botëror të fituar. Se Mbappé i ka 27 vjet. Me 18 vjet e ka fituar botrorin e parë, tani mund ta fitojë botrorin e dytë. Po ashtu ora biologjike e tij ja lejon që ta fitojë edhe një botror tjetër, eventualisht të merr pjesë edhe në dy botror të ardhshëm, duke ditë që botrori i fundit ndoshta i tij mundet me qenë me 35 vite. Ndërkësh mos harrojmë sot Messi e Ronaldo kanë njëri
39 vjet, tjetri 40 sa vjet. Po, kështu që domethënë tani më sportistat përballojnë moshën për shkak të aktiviteteve dhe ushqimit strikt. Flasim këta sportista që dëshirojnë se e kemi Wayne Rooneyn më i ri se Ronaldo, po sot po ta shohësh në tribuna të vjen gjëna për peshën që e ka, mos flasim më. Po ideja është kjo, domethënë, kur jemi tek ndryshimet, kur jemi tek ndjekja e rekordeve, përveç Ronaldos e Messi që është pritur kjo gjenerata e re ose edhe e mesme, e Mbappés. Ajo që të le përshtypje të jashtëzakonshme është argentinasi. Cili ndoshta nuk e ka tash atë mundësinë me 25 metra ta marr topin dhe driblon. Po megjithatë domethënë në disa hapa më pak, ajo është shumë i rrezikshëm dhe pranë 16 metrash ekipet kundërshtare duhet ta kenë shumë seriozisht për ta ndalë, po se di sa pajtoi edhe ju në rast se një ekip harmonizim. Po, di sa pajtoi edhe ju Argentina deri tani nuk ka pas shumë përballje të forta. Po ta ketë një kombëtar të fortë, ndoshta si Maroku që vrapon shumë, apo Franca, atëherë ndoshta lojën pa top do ta bllokonin të Mbappés dhe të Messit dhe më pastaj nuk do të jetë Messi si Mbappé. Kështu që janë shumë gjëra që mbetet të shihet, të shohim. Është një dëshirë e madhe se edhe Zvistrat kalojnë atej, duke di që lideri i saj është graniti dhe spaku ta shohim domethënë Zvistrën deri në çerek finale dhe të kënaqshmi me ato mundësi që na jep ekrani televiziv, duke ditur që Amerika larg dhe pak probleme shkruar me të vend. Besa pajtohemi me Albanin? Po me disa gjëra pajtohem, po tash Argentina është Argentinë dhe ekipin kampionin në fuqi. Gjëse është problem edhe me mbojt titullin kampionit zakonisht dështojnë mbrojtjen e titullit, mirë po kjo s'do të thotë për Argentinën, pasi kanë dirigjentin Messi aty, mundosi edhe ta mbrojnë titullin e kampionit. Dhe mundësia është, me thonë 70% që takohen me Francën finale, sipas shortit që është. Nëse fitojnë dyja, shkojnë drejt finale. Mund të takohen finale, po mund ndodhe ai takimi final që për parashikojnë Portugali-Argentinë. Megjithëse unë favorizoj Francën, po finalja Messi-Ronaldo. Edhe po parashikohet nga ekspertë ndryshëm të futbollit. Po shorti ja mundson çato. Po është edhe aty Brazili nga loja në lojë po dëshmohet që është ekip i fortë, ekip kompakt, edhe tash me trajnerin Ancelotti është ekip shumë serioz. Edhe di çka po don. Gjë që e dëshmoi edhe në ndeshjen e kaluar kur arriti ta përmbysë rezultatin e përsinë e japonezëve që kanë luajtur shkëlqyeshëm ndaj Brazilit. Kështu që gjërat që po shkojnë, 4 ekipe pretendente për titull janë çato të mosmet. Spanja, Argentina, Franca, Brazili. Gjermania s'pat ekip. Anglia edhe Anglia është aty 5 ekipe, se thash 4-5 ekipe, në Anglia mund të kyçet aty, mund të gadohen ngor për titull me një trajner të serioz si është Gjermani Tuchel. Pes, ke përcjell shumë kampionate evropiane dhe botërore në karrierën tuaj, ata merr mendja që ky mund të jetë edhe ndoshta kampionati më spektakolar që është mbajtur deri tash. Por spektakël amerikanët janë të njoftun, kanadez, meksikanët janë fut në korë me ta, spektakël ka në Amerikë, që po shmbrojmë mund dikun deri më tash 5 milion shikues, rekord kanë arritur shikueshmërisë. Stadiumet pishojmë edhe vet. Fjala e fundit e stadiumeve. E teknologjisë. Dikun është temperatura jashtë normales, po kryesisht temperaturat janë ato si në Evropë. Përveç në disa qytete të shërbos. Qëto ndërprejet pak shpeshta janë teprume, po këta e kanë vendosur ashtu, si duket për marketing, mes 2 pjesëve që po bëhet ajo ta thojnë dehidratimi. Freskimi i skuadrave. Megjithëse amerikanët është pa mundur mos përsi në erisi kur të organizojnë kompeticione të tilla. Gjëse edhe po ndodh. Shkueshmëria është e lartë, edhe kënaqësia e shikuesve jashtë stadiumeve është tepër e madhe. Besem dihet që kur e përmendët atë pushimin apo ajo pushimi i freskimit,
i hidratimit futbollistëve. Megjithatë amerikanët e kanë për shembull në lojën e basketbollit ose lojën e Super Bowl që gjithmonë mbledh miliarda, do të thotë nga marketingu. Por megjithatë kjo mund të jetë edhe emisare në aspektin ekonomik, edhe pse nuk e njoh shumë këtë fushë, por megjithatë ekspertët tashmë po vlerësojnë që ka shumë tyra. Është e dobishme, po. Është e dobishme sepse ka investime të mëdha në futboll, në mënyrë që ato dikat të thithen donacione dhe kjo pritet të jetë ndoshta edhe të aplikohet më thuhet në Evropë. Mund të aplikohet nëse dele suksesshme. Evropa janë pak evropianë pak më konservativ, sidomos për shembull në Angli e në Itali e disa shtete, s'besoj se aplikojnë, po tash mund ndodh marketingu sipas asaj që po diskutohet. Është vërdia materiale. Sigurisht. Sipas asaj që po vinë informacione nga FIFA, në botrorin e kaluar në Katar, të ardhurat kanë qenë diku të 8 miliard. Kurse tash e ka kalu 15 miliard. E kalon ata të ekspert marketingut amerikanë janë që thonë ta boba i organizimeve të tilla të mëdha. Është harrojmë që shpenzimet janë shumë të mëdha, se domethënë për një kombëtare shumë alirë ka qenë në Katar të akomodohet se sa tani që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose edhe në Kanada. Domethënë gjitha këto tash janë marrë parasysh dhe është ngrit edhe koste, se për klube, për kombëtarët pjesëmarrëse FIFA i ndihmon. Domethënë i paguajnë shpenzime ditore me kampet që janë vendosura edhe për sa kohë që qëndrojnë aty, domethënë komplet delegacioni dhe gjitha ato, domethënë sigurisht se FIFA mundohet të nxjerrë dhe mos del me humbje, po me fitim shumë të madh. Po futbolli është bërë industri. Futbolli ka kohë që është industri. Po tani më vetëm kjo industri shkon të zhvillohet dhe dëgjojmë shumë domethënë ekspertë të ekonomisë që thonë ndoshta industria më e madhe pas asaj tarmeve është vetë loja e futbollit dhe kjo shikim të parë është një dallim shumë i madh sporti me ushtrinë, po megjithatë domethënë gjithë ky marketing që jepet edhe gjithë këto beneficione që janë aty e shndrojnë futbollin në një industri shumë zhvilluar edhe në kuadër të kësaj tani më Infantino që kur ka ardhur ka filluar me ndryshimet një pas njëshme nga futja e varit e deri më tani kur e kemi edhe ndërprerjen e ndeshjeve gjoja për hidratim, po unë po besoj që është krye kupт për marketing. Janë këto që i përmendëm faktor ose elemente të rëndësishme që e bëjnë diçka më të veçantë këtë kampionat botror. Sigurisht që këtë pyetje do t'ja bëj edhe Besimit. Ka sasi për apo vret cilësi në kampionat botror. Po ndoshta tani më edhe një portier si i Kepit Gjelbër që me 40 vjet vjen shprehje tregon cilësitë e tij, ndoshta pak me vonesë, po megjithatë bota nuk e ka njohur atë, edhe ai nuk është që ka qenë duke bërë një jetë luksoze, madje ka deklaruar që nën ati nuk ka pas mundësi të marrë vizën për shkak që u dash të deponohet një shumë e caktuar e dollarëve edhe për atë arsye, domethënë, ndërkaq tani më nuk e ka të problem. Dhe ajo është pikërisht mbos cilësisë që pati ai dhe që erdhi deri këtu. E tek ekipet që është pritë dhe që kanë cilësi, ju përmendën Brazili, përmendën Besimi shumë mirë, domethënë e kemi Ancelottin aty i cili po penzer më të mirën mbi Brazilit. Nuk po kërkon shumë atë lojën ndoshta që e kanë pas më herët me driblimet shpeshta apo arktuse, po kërkon disiplinë. Gola si Martinez që realizoi golin edhe me një gjujtje, domethënë disiplinë totale. Pastaj e kemi që mundohet me Casemiro me atë me sfushën domethënë edhe pse pak e vjetër, në moshë megjithatë po mundohet ashtu të luajë dhe të jetë i sigurt. Edhe jo shumë kombëtare kundër, edhe pse Japonia ishte në pyetje, mund të rikthehen ashtu siç është rikthyer Brazili. Domethënë këtu tani po vinë në shprehje edhe cilësitë ekipore, jo vetëm individuale. Po, kur të jemi tek ekiporet e përmendëm Brazilin, ndoshta e përmendëm edhe Marokun, se edhe Maroku është ekip që luan domethënë gjithë një për një për gjithë. Edhe tek Argentina është ekipi cilësor në përgjithësi dhe luan njëri për tjetrin, por megjithatë ata kanë domethënë të jashtëzakonshëm në Messi, i cili aty tani e bën diferencë dhe nuk mund të themi që nuk është edhe individualiteti i Messi, domethënë suksesi i Argentinës. Tani tek Portugalia është krejt diçka tjetër, te Portugalia po mundohen aty besim po mundohet 3-4 lojtarë me qenë lider dhe aty pja hushin. Me sfushën kanë shumë mirë portugesët. Po e furnizojnë Ronaldon, po mundohet vetë ai Bruno me shënuar. Defekti është te Ronaldo se ç'aty është problemi. Joao Felix për shembull
në disë raste luajnë e fundit ka pas mundësi ja pasu topin. Ama Ronaldos po edhe se ka pas vet. e te Franca është diçka tjetër. S'di mbrëma a avu të re në një moment kur Mbappé ishte në pozitë ideale për me shënu, por megjithatë e kthej topin te Olise, te mesfushori, nuk i kanë bashkëvepruar mirë me Olisin. Domethënë shumë ka qenë domethënë edhe pse nuk u shtregu shumë vetjak, edhe për këtë arsye edhe Franca pas sukses dje. Po, se 2 raste shënimi pa Mbappé nuk i dha. Po. Me çdo kush nuk të kemi dhënë gol, atëherë nisi të pasoj. Vazhdoi me Olisen. Po Ronaldo nuk e kthen ato. Kur Ronaldo nuk e kumpohën që një mesfushori tek këndë. Shpagu më vonë se ata u larguan pe Mbappés. Edhe Mbappé shënoi 2 gola. Po u liruaj thjesht domethënë nuk e mbrojshin, nuk e ruajshin 2 lojtar po. Po të gjitha këto i sjell domethënë e cilësia e tyre. Edhe domethënë te Franca kemi një cilësi të rritje, ne po besoj që Franca e ka ekipin sot më të mirë se që ka pas 2018-ën. Me gjithë këta hyje që i pat mes fush, pastaj prej portierit Milanit, e deri te sulmi, këta janë të jashtëzakonshëm. Edhe kushdo që e zaventson njëri tjetrin, unë nuk jam shumë tifoz i Francës. Po flasmi për ekip futbollit, Franca është numër 1 për mua deri tani. Ajo që ka treguar domethënë të gjitha elementet e ekipit. Brazili po mundohet me bë kët, nuk e di sa kam i arrit se ndoshta trajnerat që Ancelotti dinë ta ngritin nivelin nga loja në lojë dhe janë profesionistë dhe zotën brazilian, për ata kanë heqë dorë nga vetja dhe kanë marrë një italian për selektor. Po besoj që kjo kërkohet edhe nga ai. Po është edhe ndonjë kombëtare tjetër, ndoshta që tani nuk po na bjen shumë mend, po Spanja do të jetë Spanja besoj që s'ka me kalu shumë mirë në këtë kampionat. Nëse shkon te gjysmëfinale, është sukses për ta. Nuk e ka të ego në dëshirën që e ka pas me Xavi Iniestën, po edhe më vonë me tjerët, ata dinë me luajtë futboll normal, edhe bojnë lojën e mirë, po megjithatë nuk e kanë presionin që dinë me bë Franca. Nuk mund, domethënë është edhe handicap ndoshta edhe lëndimi i Rodrit. Edhe po sigurisht që mundet me qenaja. Ata janë 5-6 ekipe. Ekipi i Kroacisë nuk është për tu nënçmu. Pak i vjetër, po të mirë janë. Vjetër kohë sa kapitenin. Jo, Modrić është i vjetër. Është ky ish futbollisti i Interit, 37 vjeç, emrin ndul për me Perišić 37 vjeç. E edhe një tjetër 34 vjeç Kovačić. Domethënë po kanë provuar edhe element shumë të ri, si Musa atje që kanë provuar domethënë element ose gjak të rinj kombëtare që pajtona me besimin, mund me qenë surpriza për Ballkanit. Portugalinë kanë me Portugalin. Vash zoti me kalu Kroacia. Më ia tregu vendin portugezëve një herë mirë që o në të bëhen ekip o mos marrin pjesë. Po me trajonit Kroacia është ekip për të respektu. Për Bosnjën çfarë mendon? Bosnja më mendon se do të eliminohet nga SBA. Nesër kur i kanë lojë. Big Mac or Çebapi. Do të jetë ndeshje interesante. Do të luajë në orën 2 pas mesnat. Besoj se SBA ka dhënë me pozitiv. Favorit është SBA. Mirë. Besoj ishte pyetja pak a shumë sepse thash që e pyeta edhe Albanin, do të thotë ka sasi, do të thotë janë 48 ekipe, por apo vret që ka cilësi. Ka cilësi. Cilësi gjithmonë futboll, çdo kampionat ka pas cilësi. Tash me krahasim me kampionatin e kaluar, nuk është larg cilësisë kampionatit e kaluar, veç se te kalon atë cilësi. Se çdo herë ka ndryshime në këto rregullataria që pi aplikojnë pak e tepruar, është për 8 sekonda me qit rivenen autin degazhimet mi bo... Kjo bëhet për shkak mos me zhagit lojë. Po veç, e tepër të autin, për shkak 8 sekundë, 5 sekonda, s'do kanë 8. E tepër tash, se mund... Tash 5 është. 5 është, 8 ka qenë, 5 e kanë bo, për arsye se tash këtë për dehidrim. Jo, kjo tash për dehidrim që po është, kjo 3 minuta pushim. Jo kompenzuar. Ja kompenzu se pastaj për shkak futbollit. Mund të janë shpirtin aty. Me njerë. Jo, ka përshtypje që është për mobiloja më aktive, do të thonë me pas. Më aktive, po ai po shtirtohen mositë si më shkurtu edhe pjesëluja më për 30 minuta. Minutë 2 ka 30 minuta. Se në karkesë është 90 minuta plus shtesën aty 10 minuta. 100 minuta me lu futboll. Me bo si janë bolli gati krejt. Atëherë gjelozat. Janë mosi këto si i propozojnë shtetë ndryshme, po tash nuk e besoj që rregullat kryesore të futbollit ndryshojnë. Besoj që brenda rregulla mund me bën ndryshime. 45 minutë. Po, brenda rregulla bojnë ndryshime, domethënë brenda këtij 45 minutë pak pushim, pak
a me zbrit për 45 në 30 nuk e besoj, njëra ndër rregullat themelore. Rregullat themelore, po tash vore të soj pranoj tash. More mos pe shtoj se futbollistët janë të ngarkum. Të ngarkum me kampionate. Tash kjo Liga e Kombeve ju ka shtu kampionati evropian, kampionati botëror. As një ditë pushim se kanë. Megjithëse ata paguhen me mjete marramense, po shpirtësh ki. Po dhimen vetë. Po dhimen. Po u bosi po ky sporti biznes. S'lan hiç vazhdimisht do të më qenë lëvizje. Megjithatë po i shohim që janë hidhen në ritmin e ata kanë pak probleme dhe klimën, se shpeshherë po i zhvillojnë ndeshjet ditën për shkak që në Evropë na me pas mundësi mi pa në mramje sigurisht kombëtarët që vinë nga Evropa i zhvillojnë ato ndeshje më tepër. Edhe është pak problem. Gjendja e largët do thotë ka mundësinë shumë më të mirë. Po, për cilë ndeshje. Po. Domethënë, po për shkak të Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë zhvilluar ndeshjen që për neve ka qenë problem. Mi po, se i kanë zhvilluar në kohë më reale për ta. Edhe kjo ka ndikim, po besoj që lojtarët janë tash përgatitur dhe ja dalin. Po se kanë shkuar të më herët që adaptuar me Unë ato besim shka pash dje prej Francës, edhe shka kemi pa prej Marokose, prej gjitha kombëtarëve deri tani, domethënë adrenalina aty në është e lartë dhe pa qenë domethënë kushtet optimale, nuk besoj që një lojtar mundet me dhënë as shumë nga vetja. Ngritjen më të madhe në cilësi këto shtetet e Afrikës, Maroku ka po. Një koqirja e kampionatit të arshëm botëror. Ka investu, se di... Kanë investu, po ndëzhore në akademi ato që kanë investu, po shihet. Edhe kanë Spanjë në afër ata. Kanë kvalitet. Kanë shumë lojtarë të Marokos që zhvillojnë ndeshje në Spanjë. Në Spanjë në Francë. Në Holandë, për shembull, kur mujtë në Holandën, sa marokini duan me festuar në rrugë të Holandës. Kish pas më shumë marokinë se holandez, se thënë shka për nëpër Evropë. Kështu që e dojnë futbollin, po investojnë në futboll dhe kanë arritur shumë. Edhe më dodh Maroku të jetë një prej befasive në botëror. I kemi tashmë disa çifte, sepse e kemi paragojnë me Francën, që e tha më herët, në 1/8 e finales. Pastaj do të luajnë Kanadaja Meksika. Meksika që nuk ka psuar humbje. Do thotë ishte e para në grup edhe e mposhti Nuk gjitha fitore ko. Gjitha fitore. Pastaj Brazili do të luajë me Norvegji. Don parashikim me thon? I kemi këto çiftet që tashmë janë Meksika e pret. Fituesin nga ndeshja e sotme me Angli Kongo. Tash nuk di ku luajn Meksika se këshyra këtu me Kanadon. Meksika është favorite. Po Maroku do të luajë me Kanadon. Maroku me Kanadon. Po. Maroku ka lënë aty. Besoj që Maroku fiton. Është më ekip qësor. Ka ekip qësor dhe lojë të rrjedhshme, kolektive. E ka da sulmusi që tash ai për Real në mesë e pat. 3 gole dhe 4 soi dhe tash. Që pa temin Alban, Subaru as. Subaru. Dish që pa temin. Ka sulmus të mirë, edhe me spushën ka shumë të mirë Maroku. Plus atë portierin me përvojë. Bono. Hakimin e ka. Hakimi Ato ai për mbrojtjes dhe sulm peshojmë domethënë vazhdimisht. Ekipin e ka këtë ekipi ty në lun klubet më evropiane, ai po shihet. Maroku është favorit në këtë lojë. Brazili, Norvegjia. Brazili një përballje jashtëzakonisht. Edhe këtu mendoj që maksimumi që ka arrit Norvegjia është që fitoria e mbrojtshme. Brazili ka lënë. Fiton Brazili, mos të me lehtësi, po fiton. Edmond, çdo të përballë që bën Brazili me një kombëtar tjetër, Brazili është favorit. Është befasit mund ndodhin gjithë, po Brazili po edhe të luajë me Angli, gjithmonë Brazili është favorit. 5 herë titullin e kampionit. Domethënë plus gjithatë lojtari e ka atë organizim. Na tham që edhe Anglia është skuadër pretendente, po megjithatë tash po bani paralelizëm. Domethënë Brazili është vetëm kur të luajnë Brazili Argentina është e diskutueshme ndoshta se këtë favoriti. Tani ekspertët e futbollit mund të shohin vlerat e lojtarëve, mund të shohin performancat e tyre dhe mund të japin vlerësim dikujt tjetër. Po në këtë rast Haaland është shumë lojtar i mirë, por nuk mundet domethënë ose edhe lojtar të tjerë që i ka Norvegjia, po megjithatë nuk mund gjithë ata të bëjnë ballë në Brazili. Befasit mund të ndodhin. Ndoshta edhe Norvegjia është duke ruajtur ato, e dim që është e etër për botëror. Diku xhoc kanë marrë pjesë. Është e etër për botëror. Po jo, Brazili ka lënë, besoj me lehtësi ka lënë Norvegji.
Edhe përvojë edhe Po, cilësia është pyetje. Brazili kalon, edhe për mua. Ashtu mendoj, ajo mund të ndodhë befasia, që ndodhi me Gjermaninë për shembull, Sigurisht. që u vi pe Paraguay futboll E është. Gjermania për mua nuk është befasi. Kjo Gjermani domethënë që ka humb për mua fare s'ka qenë befasi. Nga momenti i parë kemi pa një nuk është ajo Gjermania që ka luftuar përpara, nuk është Gjermania si përpara. Goli që shënoi të fitores, me thonë kushtimisht Gjermania, ishte thua si faullën e portierit. Paraprakisht. Që e barazoi rezultatin. Jo e barazoi dha 2-1 boni. Po Që më tani pas u anuluar. u anuluaj. Ta. E ju po mendoni që s'ka pas drejt? Klubi është thonë me kësi golla në Angli, Arsenali u kampion. Po mirë, aja ka gjuajt Arsenali që mendoj me s'ka pas drejt. Se ka zupo. A keni faullin e pak po. Po ja. Edhe golin që e barazoi Gjermania, goli i rregullt që ishte erdhë për një vertikalizimi që rrallë ndodh në futboll domethënë të shënohet goli në atë formë. Domethënë nuk e ka bërë Gjermania lojën që jemi mësuar na, që jemi rrit na me futboll, nuk e ka bërë Gjermania lojën. Duke marrë parasysh që liga megjithatë ka një rritje. Bayerni gjithmonë është Po Olise i Francës po luan Bayern. Po. Sulmuesi kryesor i Bayernit anglez. Po Jo, problem trajneri është. jo, po flas se di se e ka, domethënë lojtarët kryesorë të Bayernit, lojtarët kryesorë të Bayernit nuk po janë gjerman. Ç'është është problemi? Përpara, barra kryesore në kombëtarin e Gjermanisë ka rënë mbi lojtarët kryesorë të Bayernit ose Dortmundit. Aty këtu lojtar tjetër si Podolski që ka qenë ose dikush tjetër. Ndërkohë në këtë rast, Olise luan për Francën. Sulmuesi kryesor Harry Kane luan për Anglinë. Kemi edhe lojtarë tjerë aty domethënë që mos i tash më përmend lojtarët e Bayernit. Olise se po harrojmë tash për tash është një ndër futbollistët më të mirë të botrorit. Me paraqitjes që ka pas. Në fakti që e përmendëm disa herë, u pajtuam. Po shihet ato pasimet e tij. Edhe goditje dje e bën në mënyrë akrobatike që qelloi shtyllën. E madje dy shtylla i qelloi Franca. Franca qelloi dy shtylla i qelloi edhe shënoi 3 herë. Po. U fiksova mos po rrezohet porta. 2-3 herë u godit. Ja vetëm e kanë bëhat testimet që a është ndërtuar mirë ajo. Bes, përmendet më herët që potencialisht e sheh Francën me Argentinën mund të Argentinën në finale. Ky grupi këtej i ka dhe ekipet të forta. Franca është me Brazilin këtej. Jo, Franca është me Portugalin, Spanjën. Kurse Brazili, Anglia, Argentina dhe Zvicra janë këtë grupi. Brazili është me Argentinën ja? Po. Sa ti o problem pak Brazili mund të aprish se sopet Argentinës. Se so e dioni kanë një rivalitet shumë madh. Rivalitet negativ me Brazilin lojt ndërsjella. Po bilanci gjithmonë në raport me Brazilin, po për momentin Argentina është më favorit. Po, edhe pse e thamë disa herë që Brazili se erdhë është mbytyja e emri Brazili në futboll. Dridhen po besoj që kombëtarë të tjera besoj. Dridhen kombëtarë të tjera se erdhën pyetje Brazilin që e kanë përballë. Sidomos kjo paraqitja e Ancelotit. Edhe Anglia që kanë, domethënë është në grup andej edhe aty, edhe ajo e bën edhe më dramatike atë grup. Ndoshta këta do të jenë në çerek finalist, domethënë që po i përmend, plus Zvicrën. Domethënë një ndër Zvicra do të luajë me Algjerin ndeshjen e parë. E ka lart pa pikë problemi. Besoj që Xhaka vetë i poshtë. Jo, Algerianët janë të rrezikshëm. Kanë një ekip të respektueshëm, po këta kanë një lojë ekip që luajnë se sa ku bash Zvicrën. Ja, besoj po ta garantoj. Graniti vetë mund Algjerin. Kushtimisht po tham. Me konditë tritirisht tash Algjeria. Që si sun këta si Kurdisje, me Austrinë. S'ka lidhje për ata, po... Në grupin e ku ka qenë kualifikime, duke të gjitha fitori ka pas Algjeria. Mira, s'kam rrinë rastisht këto. Po me gjithë ato kur vjen pyetje tani më tash kalimet më tej, nuk po flas nga dëshira, po flas ku lun graniti, edhe na jemi çati me granitin. Jo, s'po flas për nga dëshira, po flas nga mundësia reale. Jo, dëshira ime është po cilësi kanë Zvicrën. Me poshtë se cilën ekip aty që është, ai mund tash me poshtë edhe Anglinë. Po. Është domethënë janë duke zhvilluar edhe vazhdim lojë të mira dhe vazhdimisht janë rritje. Do thotë na ka metë edhe ekipi turneve është Zvicra. Çdo ka dëshmuar që është ekipi turneve. Se në turne të tillë duhet përgatitje e lorë fizike të kesh. Na ka mbetë edhe ndeshja Spanja-Austri për me diskutu, do thotë takimin që do të zhvillohet. Ja, besoj Spanja do ta ketë një prej kundërshtarëve që do ta ketë Kosova në Ligën e Kombeve në muajin shtator. Ja, po besoj që
Austria kaq që domethënë ka pas deri këtu ka pas fat me ardhur. Këto janë mundësitë e saj. Sigurisht që Spanja është favorit për me kalu këtë ekip. Spanja do të hasë në vështirësi kur t'i vjen koha më përballë me ekipe të mëdha, themi kështu, favorit kryesor siç janë Argentina apo në këtë anën tjetër që është realisht me Francën. Këtu do ta ketë më problem, ndërkohë Pastaj mund t'luajë me Portugalinë në një të tjetër. Po, edhe me Portugalinë sigurisht se nuk dihet fituesi mes Francës, mes Spanjës dhe Portugalisë, po besoj që janë aty me një favorizim të lehtë për Spanjën. Ndërkohë në këtë rast besoj që pa probleme kalon këtë pengesë Spanja. Kolegu ynë Luzim Shala po më shkruan që Argentina i ka 3 fitore më shumë se Brazili. Historikisht. Atëherë Luli e din saksisht 46 me 43. Luli e din për Argentinën shumë më mirë se na. Japëm drejt. Kur luan me Brazilin, se Luli përcjell këto statistika, edhe ti besoj se çfarë është. Unë po i friksohem një finale potenciale edhe një të Argentinës, sepse do të ketë zamër Luli me përcjell edhe në finale që Argentina do ta zhvillojë. Po Luli e pret mesin në finale se ky është kolegu i respektuar. Unë kam respekt për Lulin, po sinqerisht mendoj që Franca ka ekipin më stabil. Dhe në finale Franca Argentina besoj edhe zakonisht ka ndodhur hakmarrje, ju kujtohet domethënë vitet 86-90 Gjermania kur ju hakmarr pikërisht Argentinës. Është probleme mbrojt titullin, themi kështu, po ju e pamundur. Po jo e pamundur edhe mos harrojmë se Argentina ka Mesin, po që se Mesi të jetë në ditët më të mira në finale, edhe po që se Franca nuk arrin me ndal Mesin pa top, atëherë kur e ka topin Mesi është problem me ndal. Kështu që Franca aty do të bëj llogari, domethënë të mbuloj hapësirat e veta. Megjithatë, për mua nuk po Luli flet edhe me dëshirë për Argentinën, të mirë më vesh. Unë për vete nuk e flas për asnjë anin me dëshirë, domethënë nuk është që e kam ekip zemrës. Tani më e kemi Kosovën, Shqipërinë që janë aty, ne e kemi pas ekip zemrës Italinë. Domethënë, sa i përket kombëtarëve jo shqiptare, Luli e ka Argentinën. Tash në këtë rast unë po flas, po mundona me qenë parimor. Si njëra, po ashtu edhe tjetra. Realisht Argentina e ka pas edhe më lehtë sepse do të luajë me ekipin e Gjelbert. Deri tash e ka pas. Pastaj Egjipti me deri tash e ka pas Livall si Livall babës me luftë futboll. Sortin më atletë Që e ka pas shumë lehtë. Ama unë po flas për një finale të madhe Argentinë-Francë, gjithë e dëshirojnë. Edhe unë kam dëshirë me pa. Po megjithatë besoj që për një nuancë Franca është më favorite se Argentina. Sto fitore që i ka rritë Argentina në këtë botëror janë bindse. Që s'ka ndodhur në kampionatet e kaluara. Ka fituar Argentina 1-0, 2-1, këto bindshëm i ka fituar deri tash. S'ka ndodhur, ka 3 golla më avon. Mi poshtru ekipet ashtu. Ama qëre, tifozët e Argentinës janë gëzuar edhe këtu, sepse para 4 vjetë kanë mësuar nga Arabia Saudite në ndeshje. Ndeshjen e parë hapse dhe ju kanë friksuar mas ne, mos të dështojnë. Rasti ka qenë. Po, sigurisht që ka qenë rasti. Me veç ka rrit moralin sauditëve. Unë me pa durim me pres një përballje të fortë Argentinës. Me pa durim, domethënë edhe këtë radhë ka me ekipin e Gjelbert. Domethënë është favorit absolut. Pastaj do të luajë me Australi, Egjipt. Prapë ka lehtë. Livall. Prapë ka Livall. Kurse në çerek finale potencialisht mundet më përball me Zvicrën. Aty tani veç duhet më shtrengu pa krypat. Kështu të shohim më lehtë është. Po shumë më lehtë se kënej. Po. Kolektë respektuar më të fortë këtu ka Franca kënej. Kolektë respektuar, unë ju falenderoj shumë për kohën, sepse edhe në këto temperatura të larta, do thotë i përgjigjeni pozitivisht tesës sonë për të qenë pjesë e këtij emisioni special në valët e Radio Kosovës. Unë ju falenderoj shumë Besim Kajtazi që ishit pjesë e këtij emisioni. Ju dëshirojmë suksese. Gjithashtu. A ke përcjellë Radio Kosovën edhe emisionet më herët? Po çu. Unë e përcjelli më pak Radio Kosovën, po e kam atë vllahun është Xhavit është në radio. I pasionuar në radio. Edhe kur flan do të më thua aty me ndëgju. A janë rrit me radio ata? Janë rrit me radio, s'ka pas televizioni shumë atëherë. Ai koni ta zot të vogël aty TV-s e mon. Janë rrit me radio. Alban, faleminderit shumë edhe një. Radion na ishim në turneun e diasporës të kupës për Gjermani. Shqiptarët e diasporës që zhvillojnë kupën në Gjermani, pas ne fituesi luan me Zvicrën, shqiptarët e Zvicrës dhe fituesi me Dugazhinin këtë rast, fituesin e kupës Kosovës. Edhe aty është dëgjuar Radio Kosova. Besoj shumë nëpërmes Facebookut, nëpërmes. Sigurisht që ne po e falenderojmë shumë Margatin sepse
janë ata të cilët vazhdimisht na shkruajnë dhe Kështu që për çdo ditë isha bashkë me Margatën dhe u ndjeva për një moment bashkë me si ata, njërin nga ata, sigurisht se edhe jemi një, dhe ata bashkëtojnë me këtu dhe po ashtu edhe me valët e Radio Kosovës edhe me zërin e juaj. Kështu që nuk është rasti kjo edhe vetë prezenca jone dhe gjithë dashamirëve të sportit që vinë këtu sepse është një drejtare e mirë për të komunikuar Me radion e ndëgjoj lullëtore. Kush është në udhëtim, informohet merr përmes radios. Edhe punëtorët. Punëtor, po në udhëtim vazhdimisht, tonë vetë kur kemi udhëtu. Sigurisht Radio Kosova është një vazhdimsi, është një pionjere e informimit, sidomos një adresë e njohur e sportit, kështu që është një trashëgimi, do thotë që Ka një traditë. e kemi pasuar dhe po shpresoj që kjo do të vazhdojë edhe me gjeneratat e tashme. Patjetër. Faleminderit Besim Kajtazi, faleminderit Alban Lumi, faleminderit shumë të nderuar dëgjues që ishit pjesë e këtij emisioni special që ja kushtojmë kampionatit botror të futbollit. Faleminderit Vlera Sport për këtë skenografi të bukur që e kemi në këtë studio të improvizuar Enkas për kampionatin botror. Faleminderit ekipit realizues dhe sigurisht që nesër do të takohemi në të njëjtën kohë me panelistë të tjerë. Tema do të jetë e njëjtë. Kampionati botror i futbollit. Faleminderit për momentin. World Cup na RTK Radio.